Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotrin, nga telefonon? Viktori nga Gjermania. Viktor, qëshje, Viktor? Mirë, faleminderit. Jo, Shpoj jeni kalon, mirë. mirë edhe ne, faleminderit për pyetjen. Agnesa mirë, Arza mirë. Arza mirë, Argnesa mirë, kur janë këto mirë jam edhe unë, edhe faleminderit që më pyesni edhe për to. Lumët këtu për çfarë shefe kanë. Edhe unë çfarë qika kam. Faleminderit shumë. Më thuaj Viktor, kush beson më shumë në bestytni? Ma shumë besoj gjinia femnore, është pak ma Gjinia femrore? gjithmonë ka qenë. Po nëse flasim për mërgjimtarët edhe për vendasjen këtë rast Kosovë, kush beson më shumë? Ç'e mendon ti, ç'e sheh? Unë besoj të Kosovës, vendasjen në Kosovë. Pse? Po jem rrit ndoshta atje, ose rritën edhe tash, në tradita pak më të vjetra se në konë përpara, përmenen ma shumë ato gjana, për sjellën prej gjyshit të një prindve, ndëgjon njeri lloj-lloj, atëherë edhe besojnë pak më shumë. Këtu përdoren jashtë përdoren shumë më pak, për shtetet perëndimore këtu janë gati si shumë pak vlerësuar ose shumë pak se merren seriozisht. Edhe as fëmijëve nuk i përcjellet, ne shkajmë këtu si o përcjellin fëmijëve shumë këto gjëra, edhe pse unë vet tregoj kanjëherë që kam ndodhur ose kur jam qenë i vogël. Që për një veç nëse një minutë ke kohë. Viktor, fal. E di se kur isha i vogël, më thëjke nana ose edhe gratë e agje, sa zhallarve, të kushërive këtu, unë e kam pas një tashtësia pozitiva, negative, po kam qenë dyqysh si gjaktari i gjarpreve, kam pas qef kujnë gjanë qashtu. Së është në regull, po e di se e kam bon në farë, dëshë inshallah s'kam hinë gjëna, e kam bytë shumë, e thëshin mësh më na mytë në i gjarpën, e me a marrë kokën për mes dy shëngjergjau. Nuk e di a kënë dëgju dy shëngjergjat se janë, se thuhet dy shëngjergjat, themi kështu shqiptarve dhe i rëmbe, sikur themi këtë pak ma gjumë, pak ma letrare. E atë e nëmre dy shëngjergjat, e nëse e mytë, e mërëshin kokën e gjarpënit, e kam pas vetë, e kam bajtën me vite, edhe me një themi kështu një harën, e thunë harën, dëse nësë se e pështjellur dhe duke e futshim brenda në më thonë në trup dikon kër nuk shikve, e kjo është kundër mësyshit, zakonisht. Qysh atër më kam betë, nga njëherë jo të rgoj fëmijëve këtë gjona, po ju duket shumë qesharak. Unë kam besu edhe vetë në atë kohë, si më ka ndihmu për në shkollë, më ka ndihmu për mësysh, më ka ndihmu tash. A janë rregull as janë nuk e di, ama po thamë unë e kam pas i farloj besimin në atë kohë, qështu. Jena imponu nga njëherë. Viktor, falenderoj shumë për telefonatën. Edhe sa për fund, desha unë t'ja uroj gjithë shqiptarëve të besimit musliman, ose islam, mujnë e shenjtë Ramazanit, edhe pse i përkas fesë katolike, shoqëria ime është për mi 90% shoqëri me besim islam. Edhe na si ja keni qellu me një ditë e mërkurja u fillun kreshmet ne edhe do më thonë muaj i bekumi Ramazanit, se letë mënën gjithkush më nënda, Zoti na bana petë bashkë edhe në të njëjtën ditë, veshe na sjellë edhe nga njëherë më na kujtu se një na sjellë edhe muajin e Ramazanit edhe kreshmet në njëjtën kohë. Viktor, falenderoj shumë për mesazhin, fjalë